Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi prezantoi prioritetet strategjike të dikasterit duke u ndalur tek organizimi i samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Ai tha se ky është një vlerësim i rëndësisë strategjike të Shqipërisë dhe rolit të saj gjithnjë më të madh në aleancë. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Sikur se po e shohim dhe po e ndjejmë çdo ditë, jemi në një moment ku mjedisi ndërkombëtar i sigurisë ka ndryshuar rrënjësisht. Sot bota përballet me sfida të reja dhe të shumëfishta. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar konceptin e sigurisë, atë europiane e më gjerë. Konfliktet e tensionet në rajon dhe në rajonet të ndryshme të botës kanë treguar se stabiliteti nuk mund të merret më i mirëqend dhe se nuk mund të konsiderohet më i garantuar. Gjatë konferencës për media, ministri veçoi marrëveshjen me kompaninë Fincantieri, e cila pritet të gjenerojë rreth 500 vende pune në Pashëliman, si dhe hapjen e shkollës kombëtare të fluturimit. Ndërkohë në shtator nis prodhimi i dronëve Kajo e po ashtu pritet të fillojë trajnimi i pilotëve në bashkëpunim me Izraelin. Duhet bëjmë dije se edhe konflikti në lindjen e mesme ka qenë një problematikë e shtuar e cila na ka vonuar në pjesën e sjelljes për faktin se gjithë zinxhiri i furnizimit me lëndët e para është një proces i cili monitorohet dhe duhet kalojë në disa etapa dhe duhet kalojë nëpërmjet rrugëve të sigurta. Por besoj që brenda verës ose në fillim shtatorit ne do të kemi filluar prodhimin në këtë impiant ku do të prodhohen dronët. I pyetur nga Vision Plus për deklaratat kërcënuese të ministres serbe për spastrim etnik në Kosovë, Nufi u përgjigj. Besoj që deklaratat skandaloze, papranueshme, besoj që çdo koment mbi natyrën se deklarate përveç se këtyre dy fjalëve është i pavend. Është e papranueshme sot që të ketë një deklaratë të tillë, është pra kryeministri i Republikës, është pra ministri i punëve të jashtme. Unë si ministër mbrojtje mund të bashkohem me qendrimin e kryeministrit plotësisht. Është e papranueshme që sot ne të kemi një deklaratë të tillë. Besoj që edhe vetë reagimi në Serbi ka treguar që edhe atje njerëz të arsyes dhe ato që nuk bëjnë pjesë të ultranacionalistët vazhdojnë të kenë po të njëjtin qendrim evropian që ne duam të shohim nga kundërpala serbe. Ministri foli edhe për situatën e zjarreve gjatë kësaj vere që sipas tij është më e mirë se ajo e vitit të kaluar.